Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor, Ervin Demo, ka deklaruar se reforma territoriale do të hartohet dhe komisioni i posaçëm i ngritur për këtë çështje do të vijojë punën. Gjatë një deklarate të dhënë për mediat, pas daljes nga mbledhja e kabinetit qeveritar, Demo tha se janë të vendosur që kjo reformë të bëjë hapa para që të kemi bashki më të mirë organizuara dhe se majoranca është e hapur për përfshirjen e të gjitha palëve. Unë besoj që komisioni i posaçëm fakt është mbledhur gjatë kësaj jave, po ashtu javën që kemi përpara do të fillojnë edhe takimet dhe të ftuarit e parë në komision. Unë do jem një ndër ta që do shkoj vetë në komisionin e posaçëm për të trajtuar atë çfarë ka ndodhur me reformën gjatë 10 viteve të fundit. Unë mendoj që ne jemi akoma në kohë, komisioni i posaçëm e ka gjithë kohën përpara për të bërë punën e vet, por besoj fort që ajo çfarë është e rëndësishme është nevoja për të trajtuar, duke u bazuar në të dhënat atë çfarë ka ndodhur gjatë viteve të fundit, mënyrën se si ne duhet dhe të krijojmë qasjen e dur për sa i përket kësaj reforme në mënyrë që kemi bashkim më të forta nesër. Unë nuk do të flas për qëndrimet politike janë ato që janë, por unë besoj që nga momenti që vetë komisioni i posaçëm tashmë është ngritur dhe është bipartizan, besoj që i takon komisionit posaçëm që të vazhdoj punën e vet. Gjithashtu, ministri Demo u ndal edhe tek paketa e maleve, ndërsa bëri me dije se janë miratuar zonat prioritare që përfshin 8 bashki të vendit. Sot kemi miratuar zonat prioritare për 8 bashki në kuadër të paketës maleve, duke filluar me bashkinë Mirdit, Kavaj, Durrës, Vlorë, Berat, Dimal, Librazh, të cilat tashmë janë gati që të vazhdojmë me procedurat për sa i përket trajtimit të gjithë kërkesave që banorët në këtë zona kanë për sa i përket përfitimeve që vijnë nga paketa e maleve. Ministri e Arsimit, Mirela Kumbaro, njoftoi se është vendosur krijimi i Agjencisë Kombëtare të Shërbimeve Arsimore. Me këtë projekt ligj, Kumbaro tha se rritet cilësia e shërbimit, transparencës dhe autonomia. Mëtej, ministria Kumbaro u pyet edhe për jetëgjatësinë e saj në qeveritë Rama, ndërsa u shpreh se ndodhet aty si pjesë e një skuadre. Sot qeveria shqiptare miratoi një projekt ligj i cili është një produkt shumë i rëndësishëm ligjor, por edhe organizativ i Ministrisë Arsimit. Krijojmë me ligjin ose me projekt ligjin që miratuam sot, Agjencinë Kombëtare të Shërbimeve Arsimore. Bëhet fjalë për një agjenci që do të ketë një status autonom për të rritur pavarësinë e agjencisë për një paketë shumë të rëndësishme shërbimesh, të cilat pjesërisht sot propozohen, garantohen dhe ofrohen nga një institucion që varet nga Ministria e Arsimit dhe që quhet Qendra e Shërbimeve Arsimore. Rezultatet janë ato që maten dhe vlerësohen në çdo 4 vjet, qoftë nëpërmjet instrumentit demokratik të votës, qoftë nëpërmjet vlerësimit apo analizave që ne bëjmë si skuadër e majorancës. Asnjë ministër nuk është aty sepse është vetë, është se jemi pjesë e një skuadre. Dhe si në çdo lloj skuadre tjetër, rolet ndrohen, lëvizin me detyrat caktuara, që nga i deputetit deri tek drejtuesi politik, që nga ministri deri tek drejtues apo pjesëmarrës në komisione të ndryshme parlamentare. Është pjesë e një skuadre, është pjesë e një filozofie, nuk është ministri që qëndron, është majoranca politike. Kabineti qeveritar zhvilloi këtë të njëjtë një mbledhje, ku në fokus të diskutimeve kanë qenë reformat që do të ndërmerren për përmirësimin e jetesës së qytetarëve të vendit në fusha të ndryshme të jetës ekonomike, politike dhe sociale.